Gjykata e Gjirokastrës ka lënë në burg pa afat Kamber Sulçen, autorin e dyshuar të vrasjes së biznesmenit italian Edoardo Starki, ngjarje që tronditi fshatin Salarit të Tepelenës me 27 shtator. Vendimi u mor nga gjyqtarja Entela Selmanaj, e cila pranoi kërkesën e prokurores Blerina Musabedhiu për caktimin e masës më të rëndë të sigurisë. Prokuria paraqiti në seancë të gjitha provat e mbledhura nga grupi hetimor, që përfshin dëshmi, pamje filmike dhe ekspertiza balistike që e lidhin Sulçen me armën e përdorur në ngjarje. Sipas akuzës, mbajtja e tij në qeli pa afat është domosdoshme për shkak të rrezikut të ndikimit në dëshmitarët dhe prishjes së provave. Nga ana tjetër, avokati i mbrojtjes Arsenal Zotaj kërkoi një masë më të butë sigurie, duke argumentuar se klienti i tij është vetë dorëzuar në policinë e Gjirokastrës 3 ditë më parë, çka përbën sipas tij një rrethan lehtësuese dhe treguese bashkëpunimi me autoritetet. Ai njoftoi gjithashtu se do të ankimojë vendimin e gjykatës brenda fatit ligjor në apel. Ndërkohë, nga hetimet paraprake të prokurisë rezulton se konflikti që çoi në vrasjen e 44 vjeçarit italian nisi pas një debati banal për dritat e gjata të makinës. Sipas dëshmive, autori ka qelluar fillimisht në ajër, më pas në drejtim të Sarkit dhe miqve të tij, Eqeren Braçe dhe 2 djemve të tij, Gazemente dhe Daniel. Një nga plumbat goditi biznesmenin në kofsh, duke i shkaktuar gjakderdhje të madhe që i mori jetën në vend. Hetimet për ngjarjen vazhdojnë ndërsa prokuria po verifikon nëse sulmi ishte i qëllimshëm apo pasojë një përplasje të momentit. Ngjarja që tronditi komunitetin lokal dhe mori vëmendje të gjërë në Itali vijon të mbetet e mbuluar nga shumë pikpyetje.